Në kuadër të festimeve të 7 marsit, ditës së mësuesit, në Muzeon e Shkollës së Parë Shqipe në Korçë, u çel ekspozita me temë Shqipëria atë dhe i dashur, e cila i kushtohet këngëve patriotike dhe figurave që kanë kontribuar në përhapjen e arsimit dhe identitetit kombëtar shqiptar. Ekspozita sjell për publikun autor të njohur të këngëve patriotike, si Azdreni, Kol Tomori, Thanas Floqi dhe Parashqevi Qiriazi, të cilët përmes krijimtarisë së tyre kanë lënë gjurmë në historinë e arsimit dhe kulturës shqiptare. Në këtë ekspozit janë vendosur portretet e autorëve, si dhe tekstet e këngëve që lidhen me dashurinë për atë dheun dhe përhapjen e gjuhës shqipe. Sipas drejtoreshës së Muzeut të Artit Mjesjetar, Fioralba Prifti, qëllimi i kësaj ekspozite është që brezat e rinj të njohin autorët dhe historinë e këngëve patriotike që kanë shoqëruar periudha të rëndësishme të zhvillimit të arsimit shqiptar dhe forcimit të identitetit kombëtar. Ideja e ekspozitës qëndron te këngët patriotike, të njohim autorët, të tekstuesit, të kompozitorët, duke filluar prej Azdrenit, apo Kol Tomorës, apo Thanas Floqit, Parashqevi Qiriazit dhe shumë të tjerë, të cilët janë autor të këngëve të njohura patriotike që kanë shënuar në historinë e arsimit shqiptar, në hapjen e Shkollës së Parë Shqipe, në përhapjen e identitetit kombëtar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të njohur nga të gjitha brezat, duke filluar nga më të vegjëlit dhe deri tek më të vjetrit. Ne janë disa nga këto këngë. Mund të shkruajmë për atë dhe, himnin e flamurit, dhe shumë të tjera, shkronja tjera janë të arta, dhe shumë të tjera. E duam Shqipërinë, për Mëmëdheun, të cilat janë për këngët patriotike, të cilat kanë shënuar identitetin kombëtar, janë të njohura. Jo, vetëm për të njohurat, Kemi të ekspozuara tekstet e librave dhe ndërkohë një ekspozit në mënyrë të veçantë ku na vijnë portretet dhe tekstet e këngëve, të cilat momentin që lexoni ju i njihni shumë mirë dhe më pas identifikoni dhe autorin. Edhe profesori i muzikës Pandi Bello thekson se këngët e kësaj periudhe lidhen ngushtë me ngjarje historike të qytetit të Korçës, veçanërisht me hapjen e Shkollës së Parë Shqipe dhe zhvillimin e jetës kulturore e artistike të kohës. Këngët e kësaj periudhe janë të lidhura tërësisht me ngjarjet e kohës dhe me faktin historik me hapjen e Shkollës së Parë në gjuhën shqipe. Subjekti i këngëve është i këtilla dhe t'ju them dhe këtë, kur është hapur procesi mësimor këtu në gjuhën shqipe, përveç praktikës mësimore, praktika artistike ishte diçka e zakonshme në këtë ndërtesë. Shtëpia e Diamantit Tërpos që jetonte jashtë shtetit në emigracion, i cili e dhuroi për shkollën e parë në gjuhën shqipe. Domethënë, hapja e kulturës të gjuhës ishte e kështetuar komplet me artin dhe kulturën në tërësi. Prandaj ngjarjet muzikore të kohës kanë lidhje të madhe edhe me ngjarjet historike dhe për të thënë edhe me këtë ndërtesë. Ktu funksiononte banda muzikore me emrin Banda e Lirisë e Korçës dhe ka shumë ngjarje artistike në atë periudhë. Ndërkohë, në këtë ditë simbolike për arsimin shqiptar, mësuesit theksojnë përgjegjësinë që kanë për edukimin e brezave të rinj dhe përcjelljen e vlerave kombëtare. Sot dita e 7 marsit është për mësuesit dhe gjithë ata që janë pension dhe janë akoma në detyrë. Një detyrë të madhe kemi për t'u dhënë këtij brezi një edukim të shkëlqyer. Dhe mendojmë ta bëjmë me sukses. Gëzuar 7 marsin. Ekspozita ka tërhequr edhe vizitorë nga treva të tjera shqiptare. Një grup turistësh nga Kërçova vizituan Korçën Enkas për festën e 7 marsit dhe për të njohur më nga afër historinë e arsimit shqiptar. Kemi ardhur Enkas nga Kërçova për 7 marsin, është dita e mësuesit, dita e arsimit shqip, kur hap shkolla e parë shqipe në trojet shqiptare. Do të vizitoni vetëm muzeun apo? Jo, do të vizitojmë edhe qytetin e Korçës, por në përgjithësi kemi ardhur për këtë qëllim. Keni ardhur si grup? Si grup jemi një shoqatë e bjeshkatarëve të Ujmiri, kemi ardhur si grup ta vizitojmë Korçën, mandej jemi edhe profesor, po çdo herë gati prej bashkimit të trojeve të kështu në të lirë nga 90-ta çdo vit vijmë vizitore.
Ekspozita Shqipëria atë dhe i dashur do të qëndrojë hapur për vizitorët edhe në ditët në vijim, duke u dhënë mundësi qytetarëve, nxënësve dhe turistëve të njihen më nga afër me autorët dhe krijimtarinë e këngëve patriotike që kanë shoqëruar historinë e arsimit shqiptar. Përmes portreteve, teksteve dhe materialeve të ekspozuara, kjo iniciativë synon të risjellë në vëmendje vlerat e trashëgimisë son kulturore dhe rolin që arti dhe muzika kanë pasur në përhapjen e gjuhës shqipe dhe në forcimin e identitetit kombëtar. Në një ditë simbolike si 7 marsi, kjo ekspozitë shërben edhe si një homazh për të gjithë ata që, përmes arsimit dhe kulturës, kanë kontribuar ndër vite në ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave shqiptare.